Një aksident rrugor I ndodhi mbrëmjen e së njëjtës në aksin Morin Kukës pranë fshatit të Përbreg rikthen edhe një herë në vëmendje rëndësinë e respektimit të kodit rrugor dhe drejtimit të automjeteve vetëm në gjendje të qetë dhe të përqendruar dhe sigurinë në rrugën e kombit. Ngjarja ka ndodhur në një nga kthesat më të rrezikshme të segmentit Morin Kukës të rrugës së kombit, ku një automjet me targa të Kosovës ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Mjeti fillimisht është përplasur me mbrojtëset metalike të autostradës dhe më pas ka rënë nga një lartësi rreth 60 metra në anë të saj. Pavarësisht rrezikut të madh, fatmirësisht aksidenti nuk ka shkaktuar persona të lënduar. Drejtuesi I automjetit Besart Cecelia, 48 vjeç nga Vushtrria, I cili udhëtonte I vetëm, ka shpëtuar pa pasoja serioze. Cecelia ishte duke udhëtuar drejt Shkodrës, ku ushtron detyrën si trajner e një ekipi futbolli në kategorinë e dytë. Ai ka treguar se në momentin e aksidentit ishte I lodhur dhe pa gjumë, ndërsa ishte edhe në agjerim. Kam lindur për së dyti, është shprehur ai pas aksidentit, duke theksuar se shpëtimi pa lëndime ishte një mrekulli. Sigurisht e kam qenë pa gjumë edhe për një herë ndodhe, vetë nuk e di, sigurisht prej gjumit ka marrë gjumi edhe kom dalë për rrugës dhe qikaq. Asgjë tjetër nuk di. Po, zotet që shpëtova. Ku keni qenë të udhëtu? Për ku? Për Shkodër. Për çka? Jam trajner për stërvite, memri stërvite në ora 7 mbrëmjes. Qa trajneri kujt? Trajner futbollit. Në Shkodër? Basania, po, Shkodër. Me cilin ekip? Basanjes. Nga Shkodra, Bushatit. A e bëri çdo ditë këtë rruga? Jo se bëj çdo ditë. Po kam shku, se kam pas rast vdekje, ka vdek nona dhe jam shku në Varrik. Po, edhe mandena kështu. Do me thonë, e njihni rrugën, nuk me thonë Po, e një rrugën. Thjesht për shkak të pa gjumësisë. Vetëm pa gjumësisë, asgjë tjetër. Pe lodhës dhe pa gjumësisë. Keni ra poshtë, sa metra poshtë rrugës? Po, nuk e di sa metra, 10 metra, s'ku di s'ka. Kjo është veç Zoti I madh ka shpëtuar. A patët frikë po, a? As I dëmtu, as I sënë? Që as me dëmtim, vetëm pak një gricë vogël këtu dhe kur gjë tjetër. Qa mesazh jep me këtë rast, nga që ke shpëtuar nga jeta për gjithë drejtuesit e mjetit? Me pas kujdes nëse jeni pak lodhën, ndaluni, mos u hezitoni, mos u nguteni, ndaluni, pushoni, mandena vazhdoni sepse shumë rrezik është. Rasti shërben edhe si një apel për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të mos drejtojnë mjetin me shpejtësi dhe të mos ulen në timon kur janë të lodhur apo të paqetë pasi përqendrimi dhe gjendja e mirë fizike janë thelbësore për sigurinë në rrugë. Ndërkohë, policia po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.